Mos i blini mandarinat me kimikate të ndaluara në treg. AKU kërkon rikthimin e frutave të blera nga 23 deri 27 tetori. Mandarinat në marketet e Tiranës nuk janë të sigurta sepse edhe kësaj here ky produkt sipas analizave laboratorike të ISUV ka rezultuar me mbetje të lartë kimikatesh të rrezikshme. Burimet nga mediat mësojnë se fruti mandarin është përkatur mbi normë me insekticidin perimipos metil, preparat bujqësor ky që nuk është i lejuar të përdoret nga fermerët dhe as të tregtohet nga farmacistët bujqësor sepse nuk është pjesë e listës PMB-s të miratuara nga Ministria e Bujqësisë. Edhe kësaj here fermerët janë kujdesur të vrasin insektin që dëmton shëndetin e mandarinës, duke vënë në rrezik jetën e konsumatorit. Ky njoftim është afishuar pranë një kaseje biznesi agro-ushqimore në Tiranë, ku kërkohet qytetarëve të kthejnë mbrapsht produktin mandarin me helme. Ju njoftojmë se klientët që kanë bler produktin mandarin sipas inspektoriatit AKU ka dalë me mbetje pesticidesh. Ju lutem, nëse keni gjendje nga furnizimi me produktin mandarin të bler nga datat 23-27 tetor, ju lutem ta ktheni në subjektin ton kundrejt pagesës. Nga ky lajmëri mësojmë se qytetarët e Tiranës kanë konsumuar mandarin me kimikate të rrezikshme për 4 ditë rresht. Por një njoftim të tillë e ka për detyrë ta bëjë Ministria e Bujqësisë dhe AKU, edhe pse kjo nuk është një histori suksesi që mund të shërbejë për shpërndarje dhe pëlqime në rrjetet sociale. Këto janë dy institucione që duhet na garantojnë produkte ushqimore të sigurta, por në këtë situatë AKU dhe Ministria deri më tani dim vetëm që mandarinat me helme janë shitur në treg dhe që ende nuk kanë zbuluar gjurmëshmërinë nëse ky produkt është shqiptar apo importit. Përgjatë këtij viti, kjo nuk është era e parë që mandarinat me helme hidhen në treg për shqiptarët. Më herët, këtë skandal të sigurisë ushqimore e kemi mësuar nga shteti kroat, i cili mori vendimin që mandarinat e rrezikshme të azisoshin menjëherë në tokën kroate.